Njësër shtetasish nga të mitur e deri tek të moshuar kanë përfunduar në 24 orët e fundit të proceduar penalisht nga policia e Shkodrës. Specialistët e qarkullimit rrugor proceduan një 15 vjeçar pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve proceduan penalisht një shtetas pasi nga kontrollet e kryera me OSHE-n në banesën e tij u konstatua lidhje e paligjshme me energjisë elektrike. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori pasi shtetësja me inicialet M, 51 vjeçare, ka kallëzuar se shtetasi MM 30 vjeç po kryen punime në një pronë në pronësinë së cilës janë në proces gjyqësor. Gjithashtu për një 63 vjeçar pasi është konfliktuar me një 61 vjeçar për motive të dobta. Në Vallën e Dejes nisi procedim penal për një shtetas pasi edhe ky i fundit u gjet me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, ndërsa një tjetër shtetas pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve në Drejtorinë Vendore të Kufirit të Migracionit nisën procedim penal për një 50 vjeçar me inicialet SHP banues në Durrës për veprën penale të kalimit paligjshëm të kufirit shtetëror. Për të gjitha këto raste, materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë për veprime të mëtejshme.